Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesoreshën Jera Kruja. Profesoresh Jera është neurologe, drejtuese e shërbimit të neurologjisë për të paktën 3 dekada dhe po ashtu pedagoge në Universitetin e Mjekësisë për më tepër se 4 dekada. Profesoresha, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të qenë pjesë e këtij podcasti, e këtij bashkëbisedimi, si një ish studenti juaj dhe si një mentorja jon në ditët e para të karrierës, kështu që të falenderoj shumë që e bërë pjesë e këtij emisioni. Faleminderit doktor Genti që më fton. Faleminderit që e bën këtë emision, jo vetëm për mua, por shumë kolegun për kuriozitet hapa dhe pash disa regjistrime që keni bërë interesante me kolegë të njohur, me kolegë të nderuar. Është një hap për të bërë të njohur profesionin tonë dhe për ta bërë pak më popullor, pak më të kapshëm edhe nga njerëzit e tjerë që na rrethojnë. Profesoresha, ju keni një rrugëtim të jashtëzakonshëm, një rrugëtim që pa diskutimi ka kaluar të gjithë etapat dhe ka shumë për të treguar. Unë do doja të pyesja si ka qenë rrugëtimi juaj në profesionin që keni përzgjedhur prej fillimit dhe pastaj më vonë. Është shumë përpara. Për fat në ato vite kishim një gjë edhe të mirë dhe të keqe që ne nuk zgjidhnim. Ne na saktonin. Dhe ne ishim të bindur. Ku të shkonim, vazhdonim linjën tonë. Ishte një moment që unë mbarova fakultetin e mjekësisë, gëzim i madh, nuk diskutohet. Dhe prisnim emrimet. Shumica e kolegëve të mi, e shokëve të mi të kursit, në ato vite, u emruan diku në veri, disa humbën për fare, disa u kthyen tashmë me disa vite të humbur andej, dhe nuk patën mundësi të bëjnë karrierë. Një grup i vogël mbajt në Tiranë. Kriteri ishte shumë i thjeshtë. Nuk ishte kriter atëherë për të mbajt në spitalet qendrore, edhe në atë kohë ka ekzistuar termi mesatar. Filloj me ne, ishim të parët, pra, u parë rezultatet, por shumë rezultatet mira nuk i mbajt. Ata që kishin kryer familje i mbajt. Kështu që mu më bën 2 kriterë, një kisha kryer familje, edhe kriteri tjetër i mesatarës. Ishte që mesatari ishte e lartë, dhe mu më mbajt në spitalet qendrore. Spitalet qendrore ishin 5 në Tiranë. Nuk mund të mbanin dot tek spitali numër 1, ku kisha shumë dëshirë të rria, që ishin gjithë smundet interne, se burri im punonte aty. Nuk lejoheshin 2 persona në një familje. Ishte një konflikt interesi. Po, as nuk diskutohej. Kirurgji nuk do ta doja, them të drejtën, dhe nuk ma dhanë shoqëror që s'ma dhanë. Pediatrin nuk e kisha shumë për zemër. Neurologjia sa ishte ngritur ndërtesë re. Ku është dhe sot? Kishin nevojë për neurolog të ri se ishin rritur në kapacitete, dhe ne caktuan 3 persona që mbaruan atë vit në neurologji. Pra, krejtësisht rastisht jam në neurologji, po ndërkohë më pëlqente. Pra, më bëj shefi që isha në neurologji. Besoj shumë sfiduese, shumë e bukur, edhe një fushë e gjerë më pas për të... Atëherë ishte spitali neuropsikiatrisë. Spitali jonë, spitali 5, ende tu e spitali 5. Ndoshta kemi qenë grupi i parë që u ndam. Pra, specialitetet ishin totalisht të ndarë. Neurologjia veç, psikiatria veç. Para nesh ishin neuropsikiatrë. Me sa periudhë stazhit, 3 muaj. 3 muaj këtu, 3 muaj aty, bëshin neuropsikiatrë dhe jam vazhdu gjithë jetën neuropsikiatrë. Ne jo. Ne patëm të ndarë, shë ju në hyra dhe mora neurologjin dhe vazhdova neurologjin. Jo, pas në të rrugë tim. Profesoresha, në karrierën tuaj absolutisht të gjatë dhe të plotë, cila kanë qenë ato milestones specifike që shënojnë gjurmët e karrierës tuaj? Karriera jonë, duke qenë këtu në Tiranë, është pak komplekse, sepse një linjë është patjetër linja profesionale, që ti do bësh neurolog, do bësh neurolog i mirë, do bësh specializime, do bësh aftësimin në atë fushë. Pjesa tjetër ishte rruga akademike. Meqense përsëri u pata fatin që një vit mbasi mora diplomën, doli një rregull që profesorët
4-5 profesorë gjithsej të asaj kohe të njohur të mjekësisë, kishin të drejtë të zgjidhin një asistent nga mjekët e ri, që këto u quajtën profesorat i ri, pra për të bërë vazhdimsi. Le të themi si një asistent profesor, një suport të një profesori. Profesori që ti zëvendësoj nesër atë profesor, pra ishte profesorat i ri. Preza më zgjodhi mua, profesor Preza. Domethënë ishte kënaqësi e madhe, ishte nderim, po ishte detyrim i madh. Dhe kështu hyra. E hyra si pedagogi domethënë mbas një viti, sepse ju e dini edhe sot në katedra klinike nuk merrnin pedagog nga viti i parë. Absolutisht. Edhe këtu që e fat, pra nisa rrugën akademike, që vazhdoi gjatë me disa pika kulminante të karrierës, domethënë nuk u bë për një herë, u ndërtua edhe ngadalë. Mund të pati plot, ndonjëherë dhe pengesa, po okay, të kapërcyeshme. Dhe pastaj 2 pikat ishin që më ngritën në karrierë në mësimdhënia brenda vendit ishin kur në një moshë të re. Në një moshë të re 30 e pak vjeç. Unë u bëra zëvendësdekane e Fakultetit Mjekësisë, që atëherë ishte një gjë pa konceptueshme, tani është më e kapshme, dhe isha gruaja e parë që u bëra. Dhe pastaj mas disa vitesh u bëra rektorja e parë e Universitetit Mjekësisë dhe atëherë gruaja e parë në Shqipëri rektore. Kështu që i mora këto rrugme. Dhe në këtë linjë unë kam një gjë shumë të bukur aktualisht, në vazhdimsi të kësaj linje që është vazhduar me këmbgulje këtu, është ende, domethënë javën që vjen kemi mbledhjen e parë, e kemi në rang europian një komision i përcaktimit të guideline-eve për specializimet në neurologjinë në shkallë Europe. Është një komision me 6 vetë, dhe unë jam antare aty. Kështu që vazhdon karriera akademike ende. Profesoresha është një kënaqësi e madhe sepse me mund edhe duke njohur dhe natyrën tuaj të arrish në një rrugtim të tillë është absolutisht një kënaqësi e jashtëzakonshme. Ne jo më larg se sot mëngjes me një koleg diskutonin dhe më thoshte që nëse ka një gjë që profesoresh Jera e ka fantastike si profesioniste dhe si drejtuese kur në pozicionin drejtues është që i jep respekt të jashtëzakonshëm bluzave të bardha. Nuk ka rëndësi nëse është një koleg dhe pa diskutim ka prioritet në çdo gjë qoftë problematike apo jo. Patjetër. Jemi një familje e konsideroj. Profesoresha, unë në fakt do doja shumë të dija rastin tuaj të parë. Kur i drejtohesh, kur një qytetar në ndjek dhe flet për neurologjinë, me njerë koncepton atë mungesën e njohurisë maksimale për trurin, për funksionimi, për nervat në përgjithësi, për sistemi nervor etj. Unë dua të di rastin tuaj të parë si neurologe, cili ka qenë që ndoshta me siguri mund ta keni në mendje. Edhe këtu nuk është një lloj si sot. Sepse nga kisa ishte e tillë, ishim shumë pak mjek në atë spital të ri të hapur, me njohuri shumë të sipërfaqshme për neurologjinë, direkt nga bankat e shkollës. Nuk ishte rëndësi. Çdo mjekëri kishte një pavion me 25 pacient që duhet të zgjidhte. Nuk kishim mundësitë e sotshme të literaturës. Nuk kishim shumë mundësira konsultimit dhe ashtu me ato mundësit që kishim, me ato kolegët që ishim para nesh, me 2-3 mjek më të vjetër që na kanë drejtuar në rrugën tonë. Ne kemi parë po të ishte të gjithë pacientët dhe asaj kohe dhe del nga dalë, filluam eksperiencën tonë dhe të bëjmë atë. Po një nga rastet e para, për shembull, që mund të kujtoj që ishte gabim, nuk ishte sukses, po kështu mëson. Ishte një djalë i ri nga Elbasani, sa kisha filluar viti i parë i dytë, edhe një mjek specializant më i madh se unë, që kishte një 2-3 vjet nga rrethet, që kishte një 2-3 vjet në Tiranë, shumë ja pasionuar për psikiatrin, se i bënin njësoj ato para nesh i bënin neuropsikiatër, dhe vendosin diagnozën që ky është problem psikiatrik. Okej. Pacienti nuk po lëvizte mirë, kishte reflekse të gjallë. Unë isha sa kisha filluar, nuk mund të jepja mendje. Dhe përfundoi në atë kohë, aplikoj elektroshok. Kështu që e morën që ky nuk çohet, s'do të çohet, unë s'kam për të harruar atë rast. Dhe që në ajër i bën elektroshok, sigurisht ai ishte një smur organik, nuk pak përmirësi mund ta kesh, është efekti placebo i çdo veprimi që ti bën. Ai përfundoi keq, ai përfundoi brenda javës me
mbi jetë. Jo për këtë arsye, sepse ishte një Guillain-Barré Landry. Ishte një paralizë poliradikuloneurit, pra nuk do ai ishte një pak tip artistik. Po smundja ishte serioze. E kuptuam që të nesër nuk kuptua ajo gjë, ai iku dhe unë them që në atë moment, kur në jetën time, unë nuk vej më diagnozë smundje funksionale. Unë përpiqem dhe i mësoj të gjithë studentët e mi të përjashtojnë çdo mundësi objektive dhe pastaj fund fare të ngelim te varianti funksional i patologjisë. Dhe besoj që dhe në diferenca në kohë vështirëson dhe pak pjesën e diagnostikimit, sepse flasim për një kohë ku mundësitë e diagnozës ka qenë më të pakta. Shumë më të pakta, po edhe mundësitë terapeutike ishin shumë të pakta. Flasim për 82, nuk ekzistonte imunoglobulinat e këto që bëjmë ne sot, nuk ekziston. Të kishte mundësi për të parë domosdoshmë. Pra, thjesht ishte një ana morale, një vonesë ose na u duk sikur në vlerësumi, që s'ke ndonjë gjë të rëndësishme, se edhe po ta venim një ditë para diagnozën nuk shpëtonte, nuk është aty, ishte puna që e saksisë diagnozës, pavarësisht se çfarë mund të përfitoj. Profesoresha, ju sigurisht në një karrierë kaq të gjatë keni patur raste nga më të shumta dhe jam mos e bindur që shumë prej tyre ndoshta edhe mund t'i kujtoni, por a ka pasur në një rast tepër të vështirë që e mbani mend që është trajtuar, ka rezultuar i suksesshëm dhe vërtet e veçoni, po themi, nga gjithë kjo karrierë? Atëherë, e tham vetë, gati pothuajse gjysmë shekulli punë. Nuk flitet më një raste dhe me këto të viteve të para dhe mund të ngeli pak në mendje. Pastaj mbrapa janë me turma, do me pacientët që janë ndjekur me grupe. Fati im i mirë që kam punuar gjithmonë me grup, pra nuk kam qenë individ. Por çfarë mund të përmendu për shembull si gjë, jo një rast, po një linjë, një patologji me cilën unë merrem, profesor Preza më saktoi tem diplome. Atëherë dhe pastaj unë bëra edhe temë dizeracione, është skleroza multiple, që nuk njeh fare. Kur e kam marrë temën nuk njeh, nuk vije diagnoza. Edhe filluan nga dalë të rrisim, unë ti të them çfarë po bëj me këtë smur. Nisëm nga hiçi. Atëherë hapëm kartelat për të identifikuar rastet dhe merrnin për shembull paraparizë spastike, arachnoidit spinal, gjithë këto i kontrolluam dhe i panë që këto ishin skleroza multiple. Rezonancë nuk ishte, skaner nuk ishte, s'kishte asgjë. Kishim një fundus okuli, dhe kishim një kolegun tonë të nderuar që na ndihmonte, neurooftalmolog në klinikë. Filluan të mësojmë vetë dhe mbanim oftalmoskopin. Pra ishte një dhunë e vogël plus përveç klinikës, dhe ishte shumë për kujdesje për klinikën, nuk ishte mjekime. Flas në rang ndërkombëtar. Aty pasaj ti mund të shohë, ndoqja atë rrugë, në 20 vite, ti sheh ça revolucioni është bërë në atë fushë, duke filluar nga pjesa diagnostike dhe nga trajtimet. Pra, janë disa raste me qindra, mbi 1000-2000 raste që janë ndjekur mirë në vitet e fundit, dhe jo vetëm që kemi pas një handicap shumë, kemi pas shumë pak raste vdekjes, se në përgjithësi nuk është smundje vdekje prurëse. Kemi pas një zgjatje të gjatësisë jetës dhe një rritje të cilësisë jetës. Pra, është një linjë, domethënë diagnostikimi, ndjekje, edhe kurimi pastaj mbrapa, që ne hym shpejt në ato linjën e kurimeve moderne. Që praktikisht mund të them është një linjë që mund të kujtoj. Një, dy pasaj, brenda për brenda, ashtu historira të vogla, jetësore, janë pa fund. Nëse ka diçka në mënyrë specifike që ju kujtoni, sepse unë besoj që në sklerozat multiple të paktën duhet të ketë raste të cilat vërtet janë dhe emotive deri diku, por pa diskutim që kur e ndjek në një kohë kaq të gjatë edhe përfshihesh deri diku emocionalisht me pacientin. A mund të kujtoni ndonjë gjë në mënyrë specifike? Atëherë, detyra e mjekut është ta kuptoj mirë pacientin, të futet në botën e tij, po jo të qaj me pacientin. Okay. Pra, duhet t'i jap zgjidhje. Pra, mbështetja është nëpërmjet zgjidhjes. Raste pafund fatlum. Raste që vinë të deprimum në momentin e parë se kanë dëgjuar një diagnozë, lexojnë online, marrin informacionet më të këqija, se sigurisht shkruajnë më tepër personat që nuk ecin mirë, vinë të rënduar nga ana psikologjike dhe dalin
ti bën një farë pa qenë e fushës, bën një farë psikoterapi duke treguar shembuj pozitiv që s'ke pse të friksohesh. Dhe pafund kemi raste të mirë, sidomos vajzat të reja që janë martuar, kanë lindur fëmijë e tjerë, mund të ketë handicap, po bëjnë jetë normale dhe janë pafund. Ka dhe raste që nuk esin aty ku duhet, jo për fajin, nuk dihet, smundja dhe s'dihet ende nga vjen. Por dhe këtu në këtë rast, për shumë një rast, si kujtoj në vitet e para, ku ne nuk kishim mundësi për të bërë gjë, vetëm e kishim vënë diagnozë. Një vajzë e re që përfundoi shumë shpejt në karrosë me rrota në atë kohë, ishte pak a shumë moshatare me mua, s'kisha bërë 30 vjeç. Përfundoi shumë shpejt. Kishte edhe njëri tjetër në familje, po me këtë smundje, megjithëse nuk është smundje gjenetike. Dhe mbaj mend dashurinë që kishte i fejuari për të. S'kam për të harruar thanë njerëzore. Dhe ajo nuk pranoi të martohet. Ai krijoi familjen e vet me këmbgulin e kësaj. Dhe sa herë është në spital, ai ishte te koka duke bërë shërb. Derisa ajo iku. Pra një histori njerëzore, domethënë, dhe ajo e lumtur, arriti të bëjë tetraplegjike, s'lëvizte as krahët, dhe e lumtur kur ndajte dera. Domethënë janë ca gjëra që të nguliten edhe të ngelen shumë anë njerëzore brenda, me një grua shumë fisnike ai, sepse ishte edhe gruaja në DNA. Absolutisht. Me një grua fisnike, një familje, domethënë që kishte familje vet, fëmijë që vinin, fëmijë të shërbenin. Po kjo është Domethënë është një forcë shumë të madhe, karakteri dhe një anë njerëzore shumë të fortë që ta çosh një gjë të tillë përpara, domethënë. Pra kemi dhe histori të tilla pafund, siç kemi histori divorcesh pafund. Në momentin pra që del një diagnozë e rëndë, dikush edhe e braktis, e lën në atë moment. Është për fat keq ndodh. Për fat keq ndodh. Në momentin kur pacienti ose pacientja ka nevojë për mbështetje më tepër, pretendohet që gjithmonë më tepër tritet vëmendja nga ana jonë stafit mjekësor, po edhe familja duhet të bëjë vetë. Pa diskutim, ka rolin e vet shumë të rëndësishëm. Familja duhet të bëjë vetë. Në fakt me një diagnozë të tillë, unë personalisht kam raste që njoh që ju keni ndjekur edhe që jetojnë shumë mirë, kanë një përmirësim të që harrojnë ndonjëherë smundjen. Absolutisht po, absolutisht bëjnë një jetë thojse në normale për në një vijimsi nga dita e parë deri më sot që ndiqen në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse vërtet ndryshon cilësia e jetës edhe i zbehet pacientit atë vështirësinë e parë që ka kur merr vesh pastaj diagnozën kur hyn për të parë në një luftë të tillë, në një patologji të tillë. Kemi smundje të tjera kronike pafund, neurologjia ka smundje pafund, por kjo është një smundje moshave të reja, prandaj është më sensibël edhe shoqëria. Se për shembull ne kemi smundjen e Parkinsonit, po epilepsin. Edhe epilepsia është një smundje që ka një impakt të fortë social dhe ka një stigmë të madhe. Edhe të merresh me smundjen me epilepsi nuk është e lehtë. Profesor Shef, në raport me epilepsin për shembull, ne na ka ndodhur në disa aktivitete që kemi pasur kur të rinj me një patologji të tillë janë gjendur në situata totalisht papritur ku na është dashur të japim ndihmë mjekësore, por në fakt i kemi parë raste të patrajtuara, raste të cilat janë neglizhuar nga familjet, nga konceptet, kultura e tyre etj. Kujtoni ndonjë rast, ndonjë situatë të rinjve ndoshta më shumti apo edhe të një pacienti në mënyrë specifike që keni patur një patologji të tillë, edhe në mënyrë se si ka evoluar ndjekja etj. Atëherë, në ndryshim nga skleroza multiple, epilepsia është një smundje e shpeshtë, nuk është smundje rrallë. Në një studim tonë të disa viteve përpara, të botuar në Neuroepidemiology, ne kemi përcaktuar një risk, një prevalencë 1.5% lifetime. 1.5% është shumë e lartë. Që të kesh kriza. Pra, është e pamundur që ne të kemi të gjitha smur të organizuar, të drejtuar. Gjithë të familje që kanë të pacientë jetojnë në pika të ndryshme. Pra, nëse ai me sklerozë multiple drejtohet drejt Tiranës, se është moshë e re, ndofta disa i kanë mundësi dhe ti e ndjek dhe atë ku është, atë me epilepsi ti nuk e arrit ta shohësh ndonjëherë. Dhe ai rritet, njëherë shkon te Hoxha, njëherë shkon te Prifti, njëherë shkon tek, nuk e di, ndiqet në mënyrë ndonjëherë shumë të keqe, dhe kur arrin tek ti të një mjek specialist, s'po them vetëm Tiranë, po në Tiranë, në Shkodër, në Durrës, pra në një pikë që din ta trajtojnë,
është vonë. Edhe është ndonjëherë dhe iatrogeni, sepse edhe mjek që nuk janë të fushës, futen me mjekimet dhe pra është e zorshme. Dhe epilepsia ka një gjë të mirë, që kur kapet shpejt, dhe kur ndiqet sipas kriterieve të duhura, ka një përqindje deri në 60% shërimi. Pra, është krim, ta lësh 10 vjet pa ndjekje. Një fëmijë ose një adoleshent që të përfundojë në një kronicizim, kur ti ke pas mundësi ta shërosh. Epilepsia është tjetër kapitulli joni. Profesoresha, ju hapën një temë fakt interesante që mua më solli në mendje një pyetje tjetër. Gjithmonë kemi raste të çuditshme. Ju thatë që ka pacient që shkojnë fillimisht ke hoxha, ke prifti, ne kemi hasur po ashtu në psikiatri një numër shumë të madh të rastesh. Cili ka qenë rasti më i çuditshëm, nëse kujtoni, që keni hasur në karrierën tuaj si mjeke në shërbim? Okej, masi ne po mendonim kot, merdi flesh kjo. Një paciente me një smundje tonë kronike që po vrisnin mendjen, ne kishim në ato periuda që s'kishim dhe shumë ekzaminime dhe po vrisim mendjen në spital që si tek do të ishim të shtrati dhe në atë kohë ne rrinim shumë të smuri, rrinim shumë të shtrati, shkonim me shqip një herë, 2, 3, e viziton, e pyesnim pa fund, okej. Dhe në një moment të tillë, unë zgjas dorën që ti heq diçka që kishte në flok. Ishte një gruaja 30 vjeç. Ti heq dhe ajo, çka kishte? Kishte një nusk të lidhur në majtë të kokës. Ne bënim shkencërat e qark, ai kishte nuskun në mas të kokës, dhe ajo nuk harrohet domethënë. Edhe çfarë do që të bënim ne, besimi ishte te kjo. Edhe aty pastaj u bëm dhe ne, domethënë ishte një shkelje e madhe, se një mazite kishte një person, nuk e di, ai ishte. Po s'kishte hoxh. Flasim për vitet e 10. Nuk ishte hoxh atje me leje. Ka ardhur një mashtrus. Një mashtrus. Sigurisht karshi kundrejt një pagesë, një përfitimi të caktuar. Edhe i ka lidhur atë dhe se hiqte ajo grua dhe i rrinte ajo në majtë kokës së lidhur. Në mes të spitalit, se kur janë në shtëpi të vet, kanë të drejtën e vet, bëjnë çfarë duan, por me spitalit, atë mos më lodh mua ai shkon. Profesoresha, dhe së fundmi në raport me rastet, sigurisht mes gjithë rasteve të vështira, të bukura, të çuditshme, ka dhe raste të trishta. Cili është ai rasti i trisht që doni ta ndani me ne sot, që vërtet ju ka ngelur mendje nga karriera juaj? Ka raste të trishta. Një gjë e mirë përsëri, për ne që punojmë në spital, është puna në grup. Pra, ti afeksionohesh me një pacient më tepër, lidhesh më tepër, por gjithsesi në grup e ndan me të tjerët. Pra nuk e mban gjithkohon në fokus se zaurohet edhe mjeku, po që ashtu unë, domethënë, mendoj që këta kolegët tanë që janë vetëm në përrejthe, që ashtu shumë e zëronë, se do ta marrin dhe këtë përgjegjësi me supe. Raste të trisht, përsëri në fillimet, se tash një gjë është e vërtetë që me kalimin e viteve edhe mjeku formon një kuracë, por në fillim është më i brisht. Edhe i thith këto raste. Një vajzë me një sindrom epileptike nga ato të pakurueshmet, nga ato që në atë kohë ishin akoma këto sindrome Dravet e tjera. Se Draveja tani vdiq 2 vjet ka, pra është më e re sindrome e emërtimit. Në atë kohë ishin ato format katastrofike të epilepsisë, me shumë një vajzë që ishte shku drejt 12-13 vjeç normal, dhe pastaj te ne ishte 15 ditë, ishte tjetërsuar fare dhe ishte fëmijë vetëm, një familje, një çifti të vjetër që kishin lindur në moshë të madhe. S'du të them moshën atëherë, se atëherë është relative. Në atë kohë, mbi 35 vjeç quhej shumë e madhe, tani është modë që lindet me 40. Nuk e mbaj mend sa ishte tamam, po ishin më të mëdhenj se mesatarja e çifteve që kishin fëmijë. Me një përkujdesje të papara që në spital dhe gjithë stafi rrotull se i vinte keq për këtë nënë që nuk flinte fare, rinte gjithë ditën, edhe iku. Iku sepse ata ashtu përfundojnë. Një rast tjetër, unë mjekeroje, ju e keni parasysh neurologjin, urgjencën e kishim poshtë. Në katë kishte të shtruar një djalë të ri, shumë simpatik, që s'kishim skaner, bënim angiografi dhe pam që është një malformim arteriovenozë.
që në atë kohë edhe mënyrat kirurgjikale nuk ishin kaq fine sa janë sot. Ishte në fazën që po mendonim ç'do bënim, filloi dhe një hipertension. Po ishte mirë, domethënë kishte gjëra të vogla, po ishte mirë, një deficit vogël, sepse aty deficiti u zbulua edhe patologjia. Dhe më thirrën te telefoni. Në atë kohë ne kishim telefona në orologj. Sot nuk ka. Sot janë gjithë me celular. Se duhet kesh telefon pavioni. Absolut. Serios. Okej, telefon sekretaria. Morën telefon, unë isha te urgjenca poshtë, unë kam bërë aput e kati tret, dhe gjitha të vdekur. Pra, e kisha lënë duke bërë muhabet, bërë një hemorragji katastrofike, se në ato kohë bëj autopsi, sidomos në vdekjet e papëritura. Nuk ishte skaner aty që ka ndodhur te truri e tij, ishte autopsia e detyrueshme. Pacientin, nga që e kishim në vëmendje, se ishte një djalë i ri, simpatik, me humor, e la shumë mirë lart, zbrita poshtë në urgjencë dhe për një hipje të shkallëve më vrapë, unë e gjitha të vdekur. Me një hemorragji të madhe që e pam në autopsi, për pak minuta. Domethënë, edhe këto raste të tilla kem pas. Pastaj, më e keqja ndonjëherë është kur ti diagnostikon smundje që e din që do përfundojnë. Jo mirë. Për shembull, kemi smundje, s'po dua të emërtoj tani sepse s'dua që pacient që e ndjekin të. Po mendoj në momentin që ju po flisni për shembull si është komunikimi me familjarët në këto momente, sa e vështirë është për ta dhe sa e vështirë që ju t'ia komunikoni pacientit në direkte këtë lloj fjale. Edhe kjo është shumë interesante sepse kam jetuar në dy epoka. Në fillim nuk tregohej. Ishte sekret. Pacientit jo. Po edhe familjarit nuk i tregohej. Ndërkohë që nuk është e drejtë. Ti do gjesh mënyrën si do e thuash, patjetër, se ka dhe mënyra shumë pa edukate dhe pa ndjenja që mund të komunikohet, ka dhe mënyra të buta, po ti i detyruar nga ana profesionale dhe nga ana ligjore ta bësh me dije atë person. Këtë kemi mësuar mbas hyrjes së demokracisë, mbas kontakteve tona me kolegë jashtë, kemi mësuar që është domosdoshme që ti t'ia thuash, jo në momentin e parë, po do ja thuash. Sepse ai përgatitet. Absolut, këtë do përgatitet ai, familjarët, për shumë arsye të tjera, edhe ligjore, thash, jo vetëm njerëzore, që duhet ta di. Profesoresha, në gjithë këto karrierë në raste të panumërta që sigurisht kanë pas dhe vështirësinë e tyre siç kjo që po flasim, a ka pas një moment që je mërzitur, je shqetësuar, ndonjëherë mund të kesh thënë dhe mund të bëj një hap pas për shkak të ngarkesës edhe emocionale, po edhe njerëzore, edhe vështirësisë. Pas nuk ishte më, kishte vetëm përpara. Po, momente që mërzitesh patjetër, jemi njerëz. Jemi të gjithë mjek, jemi njerëz. Ka situata që, po, aty është aftësia. Ti kalosh, ti ka përcesh, ti korrigjosh nëse janë situata që ke dhe ti dorë për aty brenda, ti korrigjosh mbrapa, po mbrapa jo. Të kthesh mbrapa s'bën vek. Profesoresha, çfarë të trishton më shumë ti në raportet me qoftë në sensin njerëzor, qoftë shoqërisë ose në tërësi si koncept, çfarë të trishton më shumë ti për një njerëz kaq profesionist, kaq njerëzor, çfarë bën që t'ia uli deri diku pak moralin dhe trishton? Më trishton, pra kohët moderne kanë shumë gjëra të mira. Okej. Pra të rritë sot kanë shumë mundësira më tepër dhe jam e gëzuar për këtë anë. Po mungon edukata. Mungon edukimi, është ulur edukimi. Pra, njerëzit janë më të prirur nga një gjë të lehtë. Edhe ndoshta edhe gabim. Si ChatGPT-ja, edhe mjekët e përdorin, është gabim. Është gabim se ne kemi aq fushë të madhe të literaturës tonë shkencore, se s'keni marrim aty informacionin. Më shqetëson, më trishton mosmirënjohja. Kjo nuk është vetëm në rangun e tonë të kolegëve, por për çdo person. Edhe kjo është kthyer në masë. Është kthyer në masë, pra gjyshet tona, për brezin tim, shumica nuk ishin në shkollë. Se gratë e lindura në 150 vjetë përpara, në Shqipëri kishte shumë pak mundësira shkollimi. Po kishte një edukim, një bon sens
një shpirt madhësi, një njerëzi, si shoqëri shumë mirë se sa sot. Sot ka më tepër egoizëm, edhe kjo më trishton. Pra, çdo njeri patjetër do të ketë ambicien për të ecë përpara, se për ndryshe nuk ecën shoqëria, po dhe duke shkelur të tjerët. Edhe të mundohet bëjmë më të mirë në çdo fushë që është, jo vetëm mjeku. Po pse inxhinieri jo? Po dhe me daj profesionisti i thjesht, hidrauliku, po dhe më të mirë duhet të bëj. Pa diskutim. Edhe mos të diskutojnë për kafene e politikën e madhe, se nuk është as detyra ime as e jote, ato që merren me politikë, le të merren me politikën, ne kemi profesionin tonë. Pra ne duhet ndrisim këtu. Okej. Nuk më pëlqen jashtëzakonisht mënyra se si e koncepton edhe është absolutisht e duhura. Profesoresha, jetojmë në kohë kur njerëzit kanë krijuar varësi nga telefoni. Jetojmë në kohë kur shumë mjek, kolegë tanë, diagnozat i javin me telefon. Jetojmë në kohë kur pacientët preferojnë më shumë të bëjnë një telefon se sa të takojnë nga afër. Ju si keni raportet me telefonin dhe me pacientët? Zero. Pra me pacientët në telefon unë nuk flas. Pra, konsulat i bëjnë në mënyrat ndryshme. Deri ku kam hap një mundësi për ata që do me thënë din t'i përdorin, një komunikim më të gjatë me email. Pra, dhe sot flas kështu se në fillim ishte lehtë, se vini pak, tani vinë me 10 dhe ti sa rrin do t'i përgjigjesh të gjithë. E kam pas dhe fatin që në pozicionin tim kam qenë gjithmonë rrethuar me asistent, me shumë asistent, mjek, sekretar. Kështu që i kam dhënë detyrat dhe kam lënë njerëz që mund të bëjnë atë ndërmjesin, shumë specializant, se si të mësojnë specializant, duke u rrahur vetëm me rastin. Vjen ma raporton mua, diskutojmë bashkë, mund ta ketë gabime, ndryshojmë, e korrigjojmë etj, po futet në punë. Pra, unë kontakt me telefon nuk e quaj normal. Dhe telefonin për të folur, unë po thuaj se përdor fare. Telefonin e marr kryesisht për këto mesazhet e shkruar për emailën, që e mbaj të pranishëm, telefoni im është gjithmonë pa zë dhe gjithmonë përmbys. Jo vetëm këtë. Profesoresha, një moment shumë interesant, ka qenë paktën atë pjesë që njoh unë, ka qenë karriera juaj akademike, por edhe sigurisht edhe si rektore e Universitetit Mjekësisë, por në tërësi karriera juaj është shumë e pasur. Pak fjalë për karrierën tuaj akademike, rrugtimin akademik. Çfarë mund të ndash me ne? Fillimet e para, gjithmonë rroj sorprezën. Ai ishte e pasionuar me studentët, profesori. Profesori, me gjithë respektin e madh që kemi gjithë se na ka kriju, profesori ishte shumë i egër, nuk ishte i butë. Po, në këtë mënyrë na mësoi. Një herë në javë mazite, ne kishim rrethin e neurologjisë, që vinin student. Jam e sigurt që ka pa fund mjek që më me atë rrethin e neurologjisë. Pra aty filloi dhe dëshira për të futur për të mbledh. Pra mësimi ishte mësim, mësimi ishte i shenjtë në ato kohë, nuk bëshin mungesa, seminaret ishin të gjithë në të rregullt, por ai rrethi i neurologjisë ishte për të futur, për të mbjellur farën e dëshirës për të marrë dhe me research, jo vetëm me pjesën akademike. Sigurisht, fillimet e para kanë qenë kryesisht me mësim praktik, mësimit e pacienti. Kemi pas mundësinë si klinik neurologjie shumë e njohur, të kishim larmi pacientësh, kështu që studentët kishin mundësi të shihnin. Pastaj, në vitet 90, përveç studentëve, në fillim të viteve 90, ka qenë i pari, ka qenë profesori Ylvi Bebiu, zëvendës dhe kanë që mbulon të specializimi pas universitar, dhe për herë të parë u fut shkolla e specializimit 1 vjeçar, për çdo specialitet. Dhe aty pastaj, ne mjekët e ri, të asaj kohe, kemi pas mundësi për të punu me kolegët tanë që vinin nga rrethet ose nga Tirana për të marrë specializim në fushën akademike dhe në fushën profesionale. Dhe pastaj në 94 për herë të parë, jam bërë kurrikulat 4 vjeçare specializimit, kështu që ne pastaj mbrapa kemi një tuftë të madhe, ju e dini, edhe në psikiatri ka shumë specializant, në neurologji ka çdo vit minimumi 6, një vit madje patëm
Në 4 vite, 30 specializant. Një volumi Kështu që është një punë që të bësh profesionale, akademike, etj, pra është... Profesoresha, po ashtu ju keni edhe, jeni pjesë e strukturave, ju e thatë që në fillim, struktura internacionale, shumë të rëndësishme. Si është raporti juaj me kolegët, po dhe me strukturat e tjera në këtë fushë jashtë sot që flasim? Është, do më thënë, ndonjëherë manitës. Sepse ti shkon, sidomos në fillimet tona, kishe një kompleks. Vjen nga një vend i vogël, me shumë angësi. T'ju them një gjë, në 94. Nuk ishim parë kompjuter me sy, se dhe shi flitet kollaj. Nuk ishte kompjutera. Dhe fitojmë një projekt që e drejton të profesor Confavre në Lyon për patologji demilizante. Dhe s'kishte email, s'kishte asnjë gjë. Kishte një fax gjysmë që vjen programi që do shkonim dhe thonte Edmus. Edmus ishte European Database on Multiple Sclerosis. Ç'është database? Database është ka lidhje me kompjuter. Dhe kam bërë një kurs intensiv bashkë me një person tjetër që s'kishte lidhje me këtë projekt, ishte dikush që na ka bërë një, e kujtoj me mirënjohje, me një apartament, një dhomë kuzhinë, me 2 fëmijë ai profesori jon, që na ka fut në një vend për të një dhomë mbi komo, kishte një kompjuter të vjetër që na mësonte në parimet bazës database, që kur shkonim ne tek ta, pra ishte komplekse, do më tregu, që bëm gjithë këtë që kur shkojmë te database, të dihun ç'është database, dik 5 gjëra, libra s'kishim. Edhe kur shkova atje te Confavroja për herë të parë, gjeta një person fisnik, një aristokrat francez të papar, që si duket e mërte me mend nga vinim ne. Dhe do me thënë, sjellja ka qenë dhe hap mas hapi, u kalua e periudhë. Kalua e periudha nuk fillum na bën ata të ndjehemi si të barabartë. Edhe njohurit tona u rritën, edhe marrëdhëniet tona dhe daljet e tjera u rritën, por pa fund kujtoj njerëz, do me thënë fisnik, që na kanë mbajt afër. Besoj që në këtë rrugtim, pa diskutim siç është ky projekt që ju po thoni, ka dhe projekte tjera kërkimore shkencore, të cilat janë vënë në jetë edhe këtu tek ne në Shqipëri, sepse shërbimi neurologjisë ka qenë pioner për të drejtuar shumë aktivitete të tilla. A mund të specifikosh në një prej tyre që është për ta ndarë dhe për ta theksuar si një punë e mirë që është bërë? Atëherë, për të thënë, jo vetëm me të hujët. Kemi eksperjenca shumë të mira, të reja, recente, në vazhdim, brenda. Kemi një projekt shumë të bukur me profesor Sulçebeun, në çadrën e Akademisë të Shkencave, që po na ndihmon jo vetëm për anën edhe për anën e pagesave të ekzaminimeve që bëjmë pafund imunologjike të smundjeve tanë, me disa smundje autoimune neurologjike. Pra një projekt shumë i bukur, bëm një botim që ishte mbi gjenetikën, po përpiqemi të bëjmë dhe një botim tjetër më të madh, domethënë për projektin përgjithësi. Projekti i 3 viteve të fundit ishte për smundjet neurodegenerative me profesor Logroshino nga Universiteti i Barit, një person i nderuar, 5 vjet pedagog në Harvard. I ktheu Italia, i mori me brain gain disa profesorë të tillë, ai ka ardhur disa herë në Shqipëri. Kemi bërë disa konferenca të përbashkëta dhe përfunduam me një projekt i cili u miratu nga Brukseli, pastaj ishte nëpërmjet Interregut. Kishte një pjesë neurologjia, një pjesë kardiologjia me pjesën e vet dhe kaq. Nga të fundit flas, po kemi pas pafundur vite. Ju flisni profesoresha dhe unë jam si psikiatër, po fokusohem tek pasioni i të thënit jo vetëm të kësaj që ka ndodhur, po dhe tek mënyra si flet për kolegët, për personat të cilët ke bashkëpunuar jashtë profesorët huaj edhe ndjej një lloj edhe keqardhje, ndjej edhe një lloj mirësie. Mirësinë ndjej sepse mendoj që një profesionist e vlerëson profesionistin dhe e do fort trurin, e do fort atë njeriu që i ka dhënë kontribut, ndërsa keqardhjen e ndjej se ndonjëherë ndjej që në këtë vendin tonë të vogël, her pas here njerëzit që janë profesionistë, që janë të zotë, që i kanë dhënë gjurmë të forta, nuk vlerësohen siç duhen. Nuk e di nëse ndajmë të njëjtën opinione, por
Ndërkohë që të dëgjoja më vjen si mendim. Edhe në një pikë që unë s'kisha ndërmend ta prekje, do me thënë, jo, nuk vlerësohet. Shumë më tepër të vlerëson pacienti dhe njeriu thjesht, po shumë më tepër, e ta di për nder një jetë, se sa strukturat që duhet të të vlerësojnë. Në fund të karrierës, ti pret një mirënjohje. Dakor? Në fund të karrierës, unë kam për të punu... Nuk mbaron kur karriera e një profesionisti kur. Ti pret një mirënjohje, pret një... Në shkallë europiane më kanë dhënë një award, një çmim karriere, që do ta marr nuk mund ta them më gjatë, sepse do ma japin fizikisht çmimin kur të jem në Kongresin e Neurologjisë, pra ka menduar Europa. Dhe është një vlerësim, vetëm 13 vete kanë marrë përpara, unë jam me 14 në rang europian, pra kujtohen. E nuk ka lidhje me moshën fare, se kanë marrë dhe tjerë që po punojnë akoma. Çmim karriere do të thotë që ti ke bërë një gjë që i ke rënë sy. Ke dhënë kontribut. Në Shqipëri nuk vjen sy. Në Shqipëri do me thënë, okay. Po se disa punojnë se duhet punojnë, dhe duan të punojnë, dhe nuk din gjë tjetër. Disa janë më të sipërfaqshëm edhe. Unë them që gjithsesi puna nuk shkon kot. Absolutisht, po gjithsesi ky paradoks të bën të ndihesh deri diku jo mirë, por ky është realiteti, ne nuk e rëndësishme është që komplekse. Është nuk ç'bën asgjë punën dhe nuk ç'bën asgjë kontributin. Janë komplekse që njëra i që ka. Okej. Profesoresha, në raport tashmë në le ta quajmë jetën personale, nëse do isha një person që do ta dëgjoja tani këtë emision, do kisha dëshirë që të merrja një këshill për ju. Në rast se ju sot në këtë moment dëgjoni një fjalë jo të mirë nga një koleg, nga një mik, nga një person i cili është adresuar në raport me ju, cila do të ishte sjellja juaj, sepse përgjigjja juaj në këtë moment është ai modeli sjelljes që ne transmetojmë të rinjve që na shohin. Pra cili do të ishte reagimi juaj ndaj një personi që ka folur jo mirë në raport me ju? Kam zakon që nuk reagoj me njëherë. Nuk është se kap me njëherë, nuk është se kuptoj mbrapa. Mundojnë ta përtyp. Përse? Njëherë, mendoj që njeriu duhet të jetë pak humble. Në kuptimin që prit, ndofta dhe unë pata një gjë që nuk shkojnë këtë mes. Ta mendojmë, mos të reagojmë të marrim si zjarr me njëherë. Pastaj kam mënyra tjera për të thënë tjetrit që okay, që je. Pastaj e kam ruajtur transparencën, pra nuk e kam gëlltitur në kuptimin gjën. Kam gjetur mënyrën për ta thënë, po një këshill është ul një herë, qetëso një herë për vete dhe pastaj komunikoj. Në pozicion shefi duhet i bësh një herë këto. Ose do bësh një shef satrap që do të rrasësh gjithë ditën. Pra duhet të mblidhesh një herë dhe mos harro për ta thënë deri në fund për ta çuar, pra transparencën mos harro. Po jo me inat. Se në momentin e parë mund të jesh me inat. Profesoresha, si njëri që keni patur gjithmonë mundësi për të rregulluar, ndihmuar, lehtësuar jetën e tjerëve, qoftë nga pozicioni drejtues, po qoftë si mjeke, se për mua kjo është shumë e rëndësishme. Ju keni bërë organizim mbi të gjitha të punës së shumë të tjerëve në raport me pacientët. A ka pas në një moment që je ndjerë shfrytzuar, sikur nuk ka minuta kohë shumë për veten tënde në mënyrë personale, edhe ka vetëm për të tjerët? Asnjëherë nuk kam pas kohë për veten time. Do me thënë tamam sa... Por, nga ana tjetër, tash psikiatri e di, nga ana tjetër kur e di që s'ke kohë për vete, mëso me këtë mënyrë. Edhe mos e vuaj atë gjën. Për shtatë. Profesoresha, si e shikoni mjekësinë sot? Do me thënë, së pari në dy këndvështrime, së pari në këndvështrimin e cilësisë së shërbimit ndaj pacientit dhe së dyti në këndvështrimin e atyre që ne po ndërtojmë, specializantët, mjekët e rinj, studentët tanë, pra kemi të njëjtën frymë, të njëjtën dëshirë, të njëjtën emocion të ta dhe a kemi të njëjtën cilësi shërbimi ndaj pacientit apo si e gjykoni ju? Unë mendoj që për fat të mirë, duke ndjekur brezat e ri, duke ndjekur më pak studentët, po më shumë specializantët, në çdo vit ne kemi pas persona të spikatur. Pra persona të cilët të nderojnë, të cilët ti mendon ky me bluzën e mjekut shkon shumë.
kemi dhe të tjerë që nuk janë aty ku duhet. Ndofta ne kemi fatin se në mjekësi vinë studentët më të mirë, në neurologji vinë shumë të mirë. Kështu që praktikisht kemi një përzjedhje, një filtrim dhe vinë më të mirë tek ne, po kemi element të mirë. Pra, po dite me punu dhe me i përfshi, po dite ti trajtosh mirë dhe nga ana edhe shteti duhet ndërhy, se nuk mund të paguhet mjeku më pak se një punëtor krau. Dhe se nuk shkën këtë punë se ai do jetoj. Si do studioj, si do mbaj familjen e vetë. Pra, dhe ana ekonomike duhet parë për mjekët e ri, po unë them që ka njerëz që po i patën ca kushte, ecin përpara. I do t'i hapësh dyert. Tani, mundësit për të shkuar, për të marrë eksperienca dhe jashtë janë. Do t'i joshësh që ata të mos t'i ikin përpara, ata të rinë këtu, këta të mirët. Të tjerë, por nuk është turp ta lesh edhe profesionin rrugës, nëse si aty ku pretendohet që t'jesh. Nuk është. Në rast se profesoresh Jerës do t'i vinte një specializant shumë i përzemërt që ka punuar maksimalisht dhe ju e njihni dhe do të thoshte profesoresha jam para një dileme të madhe, të ikë sot jashtë apo të qëndroj këtu në Shqipëri. Cila do të ishte përgjigjja juaj? Këtu kam qenë shumë fanatike. Jam gjithmonë të ri këtu. Asnjëherë nuk jam dikë jashtë. Pra, se mendoj, ky vend që ka të mëjta në çdo fushë, po ikëm të gjithë jashtë. Se do bëhet? Do ta zhdukem këtë vend? Po të jemi gjithë bashkë, e bëjmë më lehtë. Po të dominoj, do me thënë, mendimi i mirë, pozitiv, përkushtimi, bëhet. Edhe gjithmonë, unë personalisht, me gjithë mundësirat që kam pas me kontaktet e mia me kolegë jashtë, kur nuk e kam menduar që të largohem nga vendi. S'kam se t'i them tjetër tikë. Profesoresha, jeta juaj gjithmonë ka qenë e ngarkuar. Ka patur një, le ta themi, ndarje midis profesionit, midis pedagogjisë, midis pjesës si individ, si nën, etj. etj. Si ka qenë ai menaxhimi i kohës që ngelte për familjen dhe së pari dhe a ka pas ndonjë aktivitet ose diçka që të ka shërbyer për të qetësuar, të ka shërbyer për të pushuar? Atëherë, fjalën pushim nuk e njoh shumë. Nuk e kam pretendu pushimin, por që kënaqësi kem pas pafund në familje patjetër. Po të krijosh një familje të mirë, domethënë të merresh vesh me bashkëshortin në mënyrë perfekte, për fat. Është mjek, edhe kupton gjithë pjesët e tjera. Të kesh 2 fëmijë të mbarë dhe suksesshëm, që të kenë krijuar familjet e tyre të bukura, të kesh mbesat aq të mira. Okej, vetëm kënaqësi ke. Përveç gjërave të vogla që mund të ketë njeriu në familje që i kanë të gjithë. Por ajo është duke të dhënë kënaqësi dhe duke parë sukseset e tyre. Patjetër mund ta konsiderosh si shllodhje. Është një lloj relaksi shumë i mirë. Relaks. Profesoresha, do doja të dija, sigurisht ju sot jeni një moment që mund të flisni lirshëm për atë qëllimin kryesor të jetës tuaj si profesioniste. Cili ka qenë qëllimi primar kur keni filluar si neurologe dhe a jemi sot në një moment që është realizuar? Kur ja që ri, ti nuk ke qëllime të mëdha dhe sepse edhe koha ishte e tillë. Koha të privante, nga qëllimet e mëdha ishte si ushtri. Domethënë ti do futesh në shina, do eci aty. Po mbrapa ti e kupton që ke ca misione në jetë. Ke ca misione. Pra, secilin profesion e vetë, ne për fatin tonë në mjekësi, misionet i kemi me nivel më të lartë dhe ato qëllimet tona, pra patjetër të bësh një profesionist i mirë. Të dish të menaxhosh domethënë atë kohën ndërmjet profesionit, pjesë akademike, familjes, të japësh një shembull personal. Mos të shkelësh të tjerët. Të mundosh të ngrihesh vetë duke ngritur të tjerët bashkë me ty ose duke të ndihmuar të tjerët për të ngritur. Pra, puna në grup, në shoqëri, them që është kultivuar dal nga dal. Dhe qëllimet pasaj kanë qenë, qëllimet tona, të brezit tonë, nuk kanë qenë shumë materialiste, kanë qenë më tepër idealiste, domethënë në kuptimin e një
të shikosh një shoqëri më të mirë ku ti t'jesh pjesë e saj dhe të kesh kontribut dhe të kesh vënë dy gurë në atë morë. Profesoresha, do doja të dija gjithashtu si ndoshta ndër pyetjet e fundit një mesazh ndaj të rinjve. Domethënë ju jeni një ndër modelet të mia personale të padiskutuar, por jam i bindur të shumë profesionistëve se si është të ndërtosh një jetë si profesioniste, si është të ndërtosh një emër si profesioniste. Ndaj do doja që t'ju përcjellim një mesazh të rinjve, të cilët ndonjëherë humbasin deri diku edhe busullën në këto kohra ku ka një ekspozim të tepërt ndaj informacionit. Njërë patjetër duhet punojnë. Duhet ta duan profesionin e tyre. Të kenë mirësi. Të kenë mirësi dhe të kenë durim, sepse nuk arjen, domethënë gjithë synimet me njëherë. Dhe mos harrojnë kur atë që kanë për krah. Në kuptimin që si koleg flas, të isin bashkë me të tjerët. I vetëm nuk shkon dot shumë përpara. Kur jemi grup, shkon më përpara. Pra, pak me durim, pak me përkushtim, me punë patjetër shumë, edhe pa mohuar të tjerët. Profesoresha, unë të falenderoj shumë. Në fakt do doja të shtoja diçka që koment imi personal në spital, në qendrën spitalore Tereza, që prej kohës që kam qenë student deri më sot, ajo që kam kuptuar është që kohrat më të bukura kanë qenë kohrat më të vështira. Dhe kohrat më të vështira kanë qenë kohrat në cilët le të themi janë përcaktuar se kush kanë qenë njerëzit më të mirë dhe njerëzit që shkonin drejt së drejtës dhe smirës. Kështu që si eksperiencë personale dhe si i studenti juaj mund t'ju them që në kohrat e dikurshme të vështira kam njohur një profesoresh, kam njohur një profesioniste që gjithmonë shkonte tek e drejta dhe tek e mira. Kështu që të falenderoj që ishe pjesë e podcast me doktorin dhe të falenderoj për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë ndër vite në formësimin e brezave dhe për të ndërtuar një shërbim elitar ndaj pacientëve. Shumë faleminderit Genti, ishte kënaqësi shumë e madhe duke të njohur ty prej vitesh, edhe duke punuar një periudhë shumë ngushtë bashkë. Ishte shumë kënaqësi e madhe të kam parë si e rritur dhe të kam ndjekur me shumë simpati dhe me shumë kënaqësi në këtë rrugtim. Të falenderoj shumë që më thirrë dhe më bëre pjesë e podcastit. Falenderoj shumë profesoresha. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.